Protestuesit që kanë qëndruar përgjatë gjithë natës në bulevard janë përballur me policinë që kërkon largimin e tyre. Mesditën e kësaj të diele, uniformat blu hoqën instalacionin e këpucëve të vendosura të shkallët e kryeministrisë, që simbolizon largimin e të rinjve nga vendi për të emigruar jashtë tij. Protestuesit ju kundërpërgjigjen këtij veprimi, duke u përplasur me policinë dhe duke i kërkuar proces verbalin për të kryer aktin. Ku është procesi verbal i këpucëve? Ku është procesi verbal i këpucëve? Ky është momenti kur protestuesit e mbetur në bulevard përpiqen të mos i lejojnë policët të marrin këpucët, por dështuan. Është territor publik. Është territor publik. Një tjetër tension i shënuar nga kjo përballje ishte momenti kur një polic i mori telefonin një protestuesi që po e filmonte dhe refuzoi t'ia kthente. Pas thirrjeve të shumta, më pas aparati telefonik u rikthye protestuesit. Këtë të diel, protesta hyn në ditën e saj të 29. Në orën 19, tubuesit do të grumbullohen në sheshin Skënderbej për të marshuar te kryeministria, ku do të mbahen disa fjalime. Ju është dhunë. Policia po vëmë për shëri, ju është dhunë.